të ndaj me ju çfarë thon Komisioni Venecias dhe Gjykata Evropiane e Strasburgut për këtë çështje. Nuk mund të ketë njëri më të papërgjegjshëm. Qëndrimi i Venecias në fakt është shumë i prerë. Edhe njerë, sipas tij, gjykatat nuk duhet të pezullojnë anëtarët e qeverisë sepse duke bërë këtë spari cenojnë balancin e pushteteve. Absolutisht mashtrim në çdo germ, në çdo fjalë, në çdo frym. Një përkufizim i tillë nuk ekziston në asnjë nga këshillimet, çështjet e trajtuara nga Komisioni Venecias. Nëse gjykata thotë e pezullon, ajo praktikisht do hynë në punë të qeverisë, po gjykata dhe prokuria janë për të hyrë në çdo çështje që ka krim, emëron për bërjen e ekzekutivit, e shpëton ekzekutivin nga kriminal, dhe në ekzekutiv nuk emëron gjykata ministrin tjetër, se emëron po ai që ka emëruar atë që ka kryer krimin. Dhe është zëvendësministri. Të gjitha këto Partia Demokratike do të bëjë një padi për mashtrim publik ndaj Edi Ramës. Ai do paditet që nesër për mashtrim publik para qytetarëve për këto që shkruan. Nuk ka asnjë dokument të Venecias që të thotë se pezullimi i një ministri është shkelje pa liruar shpe kufirit dasmë midis pushteteve.